nëse ata dojnë më mot me Albin Kurtin, ata do të me shku më mot në numrat të votimit të qeverisë, jo në kuvend. Na vjen shumë keq që kjo sog po vazhdon, është e 20 herë që opozita refuzon me marrë pjesë në votimin e themelimit të komisionit, që pastaj e mundson votimin e fshet, ku deputetët prapë mujnë me vazhdu me votim për kundër apo abstenim. Po s'poku, këtu nuk jemi duke votu për Albolenën, po jemi duke votu për një komision zgjedhor. Deputetët e opozitës po refuzojnë, për neve është absurde, për më tepër refuzimin ndaj zonjës Haxhiu është gjithashtu absurd, është një gru që i ka shërby Republikës për 14 vite, edhe nuk e kanë asnjë vërejtje të vetme ndaj personit në fjoll, e që për mua më jep me kuptu që këta nuk e kanë as me Albolenin, por e kanë me Albin Kurtin. E për besë, për neve, nëse ata dojnë më mot me Albin Kurtin, ata do të me shku më mot në numrat të votimit të qeverisë, jo në kuvend. Sepse ne e kemi kandidu kryeministin Kurti për kryeministër të shtetit, jo për kryeparlamentar. Prandaj, na vjen shumë keq, e di që është e pakuptim, dhe qytetarët e Republikës presin më shumë prej nesh, por ne si deputet televizit vetë vendosje vazhdojmë me votu për, edhe vazhdojmë me bë thirrje që opozita me votu themelimin e komisionit. E njëjta opozitë që ka votu certifikimin e listës sërbe, e njëjta opozitë që ka votu gjykatën speciale, e njëjta opozitë që ka votu zajednicën, e tash unë e kuptoj që du të ndërtu kauza në kuvend, po s'po mendoj që kauza më e mirë e tyne është lufta ndaj Albolena Haxhiut, ose bllokimi i kuvendit. Unë mendoj që edhe elektorati i tyne morë parasysh që këta kanë bërë gabime në marrëveshjen ndërkombëtare të zajednica, atë gjykata speciale, edhe vetë elektorati i tyne i ban thirrje me votu Albolenën, e cila ka votu kundër në të dyja rastet. Prandaj, edhe njerë shpreh keqardhjen për një qëndrim absurd të opozitës dhe ju bëj thirrje gjithë kolegëve deputet të opozitës që të votojnë në seancën e ardhshme dhe të dolin prej këtij ngaçi. Por kryetor komunash ne kemi organet mbrana subjektit që vendosin dhe do të ketë diskutime, kurse kjo nuk do duhet ta pengonte punën që bëhet në kushtimin e kuvendit. Dhe njerë na vjen keq për ditë feste që do të më paraqit këtu, mëse të jeni të familjet e juaja, po prapë edhe njerë i bojmë thirrje që opozita ta zhbllokoj kuvendin, të votoj për themelimin e komisionit dhe pastaj vazhdojmë me votimin e fshehtë.